Prej çështjeve që ndikojnë në përhapjen e veseve të këqija, e shturjes, është edhe padituria, ignoranca. Kjo është një ndër shkaqet. Kur ai nuk e di, as nuk interesohet, i duket gjë normale. I duket diçka normale, pra borja e gjunafeve. Dhe e çon, kjo është një ndër ato shkaqet që e çon njeriu në mos pasjen frikë ndaj të madhit Zot. Ai nuk e di se Zoti e shef. As nuk interesohet për këtë gjë. Nuk di se duhet me rrit lidhjet fare fisnore. Edhe që kam drejt, unë jam në timen, por ndërkohë që ajo është i obliguar. Pasuri nuk di se çfarë bëjmë me to. E shef diçka normale, gjithë, shpenzon, shpërdoron, e shef diçka sepse ai se di ai që shiko ti je përgjegjës, si e ke fitu, si e shpenzon, ku e çon, ke detyrimin to. Si di ai këto gjëra. Pra ignoranca është armik i njeriu. E nuk e di ai për shembull se ore immoraliteti është i ndaluar. E ka ndaluar Zoti. Do dënohet njeriu ditën e gjykimit. Ka vënë ca rregulla Allahu i lartësuar, ca gjëra që po ju afrove të çojnë ato, pra ca ndalesa që po ju afrove atyre, po i veprove ato të çojnë atje. Po këto njeriu duhet lexoj, të dëgjoj, të përpiqet, mësojnë ca gjëra për fen. Këto ndihmojnë që me urujt prej harameve.